Ditët e fundit, opinioni publik është njohur me një shkelje flagrante të një premtimi të Lulzim Bashës. Kur i duheshin votat, njësoj si Sali Berisha, Lulzimi u zotua të ndërtojë një park sportiv tek diga e liçenit. Por, njësoj si Sali Berisha, edhe Lulzim Basha, tjetër thot e tjetër bën. Në vend të parkut sportiv, Kryebashkiaku i Tiranës ka dhënë lejen për të ndërtuar një mur gjigant betoni, me 5 kulla, 20 kaçe mbrojtimi që ndan qytetin e qytetarët nga parku i mbetur i liçenit. 10 leje të tjera të dhëna në kundërshtim të plot me interesin publik i qytetar kanë marrë apo presin të marrin firmën e Lulzim Bashës. Vendimi i dieshëm i qeverisë do të ndalojë jo Lulzim Bashën, po fenomenin Lul në mbar Shqipërinë, që të vazhdojë të shkatrojë të shëmtojë qytetet, Bregdetin, peizazhin anës rrugëve, tokën bujqësore, ullishtat me leje abuzive që pjellin masivisht shëmtira prej betoni.